A pe kuptojnë, t'ja u theksojmë këto, t'ja vëm në theks publikët. Në më thonë, 7 muaj dit, zonja Osmani nuk e ka marrë asë një përgjigje prej Ministrisë së Financave, prej zotrit, deri me tani, zotri Hekuran Murati, cili s'kalon dit pa ushty me statusa, me përparim ramen, ose me këtë do që ka shajt qeverin Kurti. Si ka interesu që është një ankes e një gruaje, cila i ka 83 vjet, është me diabet, është palevishme dhe ka kërku thjesht një të drejtë elementare që i njihet me ligj, një person kujdestar, ka harru që ekziston ai departament që këta e kanë marrë për sipri, edhe momentin kur Kiks Kosova i dërgon pyetje, qohën ja ktheni përgjigje. Po cila është përgjigjja se? Përgjigjja është refuzim. Pse? Do të thotë që është refuzuar për shkak se sipas njohësve dhe komisioni vlerësues të përbërë prej doktorëve të cilët janë kompetent në këtë rast në kuadër të zyrës së pensioneve kanë thënë që nuk i plotson kriteret, edhe pse të njëjtit ja ka njoft statusin prej tetraplegjik dhe paraplegjik të këtyre personave që hynë në kategorinë e personave të palëvizshëm. Në këtë rast, nëse personat e tillë janë të palëvizshëm, si mundet që këta persona të mos kenë një person kujdestar që duhet kujdeset për ta?